pamje magjepëse, me sajrit të pastër dhe freskis, biodiversiteti me ekosistemet e tij e bëjnë këtë vend të pakrahasueshëm, ku fauna dhe flora janë kështetuar të pasgjithshmërisht me njëra tjetrën. Absolutisht duhet një promovim për këto treva, sepse vendi bukur. Është, e thash dhe më lart, i pakrahasueshëm. Kjo në fakt është zonë mjaft e bukur si atrakcion turistik. Dhe po të ketë investime të paktën në hoteleri apo shtëpia të banorëve të kthehen, të përshtaten për të shërbyer të turistëve vendosve tuaj, do të ishte një atrakcion mjaft i shkëlqyer turistik. Por dhe diçka tjetër është mungesa e rrugës, e cila ka 70 apo 80 vjet që shfrytëzohet, sepse qoftë koha e komunizmit, por edhe tani për 30 vite në demokraci, të gjitha këto male kanë qenë të veshura me pyje të larta dhe të shfrytëzueshme. Kanë ikur nga këto treva miliona e miliona dollar dhe nuk është përkthyer në investim të zonës, pasi një rrugë nuk është bërë. Dhe absolutisht banorët e këtyre trevave ikin çdo ditë, lënë vendet e tyre dhe nuk kanë asnjë shpresë për të rikthyer prapë në këtë vend të mrekullueshëm. Do ishte mjaft interesante, mjaft e zgjidhshme, në qoftë se pushtetarët të majtë e të djathtë do të vinin dorë. Qoftë edhe ta bënin një vend eksperimental për turizmin malor dhe do të shikonin që këtu do të kishte një bum turistësh, të cilët do të shijonin traditën e kësaj zone, kulinarinë e kësaj zone, gastronominë e kësaj zone. Dhe jo vetëm që do të riktheheshin përsëri, por do të sillnin edhe persona të tjerë, sepse këtu ajri i pastër, uji i kristalt, por edhe prodhimet shtazore, edhe prodhimet bujësore, që të gjitha kanë kalori të veçanta. Dhe njerëzit absolutisht 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë apo 5 ditë që do të kalonin këtu, do të ngelnin shumë të kënaqur, qoftë me peizazhe panoramike, edhe turisti që vjen. Pra, jo vetëm do eksploroj bukuritë natyrore, por do ketë eksplor edhe në kulinari dhe gastronomi. Sharra e Stravajt dhe gjithë zonat përreth, përveç mundësive të prodhimeve bujësore, shtazore, premtarive, vreshtarive, bletarisë, ka edhe mundësira të tjera, sepse është e mbuluar nga ujë. Ka shumë llojshmëri bimësh medicinale. Pavarësisht se është në mënyrë të organizuar dhe mbledhja e tyre, absolutisht kjo zonë jep dhe ka mundësi të mbaj me punë shumë njerëz që banojnë këtu, por dhe të krijoj mundësira të tjera për të promovuar turizmin, siç folëm edhe më lart. Prandaj duhet me çdo kusht që ne t'i japim hapësira demokratike të duhura. Faleminderit.